edhe për këtë arsye i dhanë shumë kredibilitet edhe kërcënimeve tina për Grenlandën. Për shkak se mbas asaj që ndodhi, se në fillim ishte kjo ideja që kemi me vepru për me integru Grenlandën, ai e përdori Trumpi në fjalimin e tij në këtë idenë e doktrinës Monroe. Doktrina Monroe është doktrinë e shekujt në 19 që i ndan hemisferat. Në atë kohë ka qenë hemisfera perëndimore edhe lindore, atëherë ka qenë Evropa dhe Amerika, po me fjalë tjera ideja ka qenë që në zonën tonë ne merremi me punë tona, ju merrni me punët juve. Edhe ai në këtë udhëtirr, edhe dje që ishte fjalimi i tij në Davos, thatë që Grenlanda në takon neve për shkak se është pjesë e zonës sonë të ndikimit e kështu me radhë. Grenlanda nuk ka Grenlanda përtej idesë që është e pasur me minerale, është e pasur me naftë, është e pasur me burime nëntoksore, Grenlanda është ishulli më i madh në botë, dikoni ka 200 milion kilometra katror, mirë po pjesa më e madhe e saj është akull. Do të thonë prej 1.5 deri në 3.5 kilometra në thellësi edhe është problem me eksploatu tokënat e rralla ose këto, po ideja ishte, argumenti ishte që ne na duhet Grenlanda për me mbrojtë Amerikën prej sulmeve potenciale që mundën me ndodh prej Rusisë ose prej Kinës. Për shkak se këtu mundemi me vendos atë mburojen që mbron Amerikën potencialisht e kështu me radhë. Dhe ideja që në perspektivë me ndryshimet klimatike kanë mu hap ato vijat detare të qarkullimit e kështu me radhë. Ideja do thot ishte që me e potencu këtë dimensionin strategjik, do më thënë, geopolitik një farë mënyrët, mirë po ajo... Dhe a është e qëndrueshme, a është i qëndrueshëm ky shqetësim i Trumpit se është real krejtësisht që po që se nuk administron SBA-ja këtë territor, këtë ishull, atë një ditë do ta posedojnë Kina ose Rusia? Jo, absolutisht, nuk besoj që ka arsye për shkak se Amerika ka qasje të pakufizume në Grenlandë, do të thonë, nuk është ka pas edhe baza ushtarake gjatë luftës ftoftë, ka pas një bazë shumë të madhe, por që është reduktu ma vonë edhe sot i ka një numër të caktuar ushtaresh atje, do thotë nuk kjo ideja se kjo paraqet potencialisht do thotë hapësirë për me ndiku Rusia kështu me radhë, nuk besoj se për shkak se pra thoni që nuk do të shkoj aq larg Trump, megjithëse ai po kërcënon, po flet, po kërcënon, por pastaj sikur po zbrapset, po tërhiqet, nuk do shkoj aq larg sa të përplaset me NATO-n? Fillimisht ka një kundërshtim brenda SBA-ve. Thot ndikun 75% popullsisë amerikane është kundër do thot aneksionit të Grenlandës. Pastaj ka kundërshtime brenda në Kongres. Tash edhe në nëntor do të mbahen zgjedhjet midterms që pak a shumë janë shumë problematike. Një pjesë e debatit që u bën dje në Davos, ndoshta e ke pasë është edhe i drejtohet edhe opinionit amerikan, për shkak se do thot ka një farë parapreket. Thoni se do ta humbin ende fuqinë republikanët në është rreziku shumë i madh që me humb Kongresin. Për momentin dhoma e lartë e Kongresit është 50-50, mirë po e keni pa atëherë kur u zgjedh Trumpi, do thot që u nominu, është dashur me shku krye zavens presidenti për me votu, se zavens presidenti me ligj është kryetari i Senatit. Edhe ishte 50 për me votu disa prej ministrave, sepse nuk ishin shumicë. Nuk i ka shumicë. Edhe në dhomën e ulët ka pas një shumicë me 4-5 deputet, mirë po problemi është se të gjitha zgjedhjet që janë zhvillu ndërkohë, se ka pas zgjedhje në disa vende, Partia Republikane i ka humbë. Kjo është një farë problemi që potencialisht në dëgjova dje disa analistë amerikanë që thoshin se veç është ka një farë para përgatitje që zgjedhjet që do të bëhen nëntor mos me i pranu si zgjedhje. Për te i fakti që ka pas edhe veprime brenda shteteve për me ba një farë ripërcaktimit zonave zgjollore e kështu me radhë për me kriju një avantazh paraprak. Po këto janë çështje sigurisht janë të rëndësishme edhe në këto politika që po zhvillohen tash, po sa i përket Grenlandës, thash që ka pas kundërshtim të brendshëm të fuqishëm, se një farë mënyrët edhe është një territor që i takon mbretërisë Danimarkës, do thot shtet aleat i Amerikës për një kohë shumë gjatë. Por pra zbutja e kësaj gjuhë edhe sprapsja nga kërcënimet në rastin e Grenlandës nuk është rasti i vetëm. A shihni se Trump i përkthen krejt kërcënimet në veprime?
Apo me raste din të tërhiqet kështu? Shohim se ka një farë reciklimi të temave që përsëriten gati në secilën diskutim që bëhet. Nuk pe shohim se ka një konsistencë pak a shumë se kjo gati është, me thonë, e pa realizueshme me gjitha ato diskutime që i banë për vendet ndryshme kështu. Nuk besoj që mirë po frika është gjithmonë, këtu ka qenë frika kryesore. Po kështu me këtë gjuhë, a mund ta humb seriozitetin, pra duke kërcënuar e pastaj duke u tërhequr, çfarë prodhon kështu? Sepse e pam që kërcënoi edhe Iranin e pastaj veç u hesht. Po ta shiqo, çështja në raport me Iranin është shumë specifike për shkak se edhe ka pas një sulm amerikan që u ban verë, do thot kundër këtyne vendeve ku supozohet që iranianët janë të zhvillu arme nukleare. Ka pas një farë koordinimit edhe me Izraelin atëherë, do thot çështja e Iranit është e pashmangshme edhe në raport me Izraelin, do thot kjo është e lidhur në ngushtë si veprim. Arsyeja pse është largu prej pse u tërhiqën në moment fundit ka qenë edhe presioni që e kanë bërë shtetet e Golfit, do thot Arabia Saudite, Katari, këto. Ka pas një rrezik potencial që me pas mu destabilizu gjithë regioni, edhe po të kishte pas destabilizim regionit, kishte pas rritje drastike edhe çmimeve të naftës. E kjo e kishte impaktu pikrisht Amerikanët që, do më thonë... Po me gjithat një qëndrim i tillë, pra, i SBA-s, i presidentit konkretisht, ku kërcënon se do ta sulmoj Iranin, do të sulmoj pushtetin e ajatollave, ka nxitur, si thuash, edhe më shumë protesta brenda për brenda vendit. I ka entuziazmuar qytetarët që po kërkojnë rrëzimin e atij regjimi. Dhe tani kur tërhiqet, kështu kur heshtet SBA-ja, ata njerëz do të mbeten të përballën vetë, ata një farë forme do të lajnë atë mëkat para regjimit të ajatollave. Dhe tani kush e di se çfarë po ndodh atje me ata që përndiqen, që nëse nuk janë burgosur deri tani do të burgosen. Kjo çfarë tregon, kjo mos konsistenca e Trumpit në këtë rast. Po, shiqo, tash... Apo mund të ndodhë që vetëm për momentin është tërhequr e në afatgjat ka plane tjera për Iranin? Unë nuk jam, si me thonë, ekspert i lindjes mesme dhe mundi me thonë ato që mendimin tim personal, po ajo ideja që me sulmu Amerika Iranin, unë besoj në bazë të asaj që është diskutu edhe në media, ideja ka qenë potencialisht jo me dërgu trupa në Iran, për shkak se dërgimi trupave Amerika ka pas një eksperiencë shumë të keqe në Irak, pas vitit, dhe më thonë, në vitin 2003 dhe ma vonë. Edhe kjo ka qenë një farë leksionit për Amerikën që nuk mos me shku aq shpejt me trupa. Ideja ka qenë që potencialisht me i sulmu gardën e regjimit, paka shumë që mban regjimin gardën e revolucionit iraniane, kështu me radhë, ose disa pika neuralgjike, paka shumë që me u mundësu njëzve masandej me pas mundësi me marë pushtetin. Po ajo që lidhet me Iran, në Iran ka dhe një animozitet shumë të madhe dhe mbrenda shtetit ndaj regjimit. Një dikun se, si pas disa statistikave që flitet, dikun ma shumë se 70% e popullsisë është kunder regjimit që është atje aktual. Edhe e pa me se pat edhe një kolaps edhe ekonomik, dhe thënë kolapsoj ekonomia Iranit edhe kjo provokoj debat. Po ishte një shpresë e madhe për popullin iranian që potencialisht munden me e ndryshu regjimin, mirë po kjo dështoj për momentin. Tash ta shofim, kjo nuk ka përfundu, nuk e besoj se ka me përfundu me kaq, për shkak se aty janë edhe çështje tjera që janë të rëndësishme, do thot në atë pjesë të botës. Mirë, duhet të kthehemi edhe një herë në Evropë dhe në veçanti komunikimi i SBA-s me Evropën dhe ambicia e Trumpit pra e shprehur kështu aq haptas me Grenlandën, hapje dhe diskutimin e çështjes së sovranitetit, a do të jetë më sovraniteti në rast se do të realizohej, pavarësisht se tani u zbut në Davos e pam krejt fjalë tjera, nëse do shkonte tutje me atë ambicie, çfarë do të ndodhte me atë shejtrin e sovranitetit që mbi sundon pra tash e sa vjet
që askush nuk ka të drejtë ja cënoj sovranitetin tjetrit, çfarë rendi të ri do krijonte një ambicie tillë? Po ne thame se përmbysja e rregullit ndërkombëtar automatikisht nuk kupton mos respektim sovranitetit. Dhe çfarë do ndodhte me neve konkretisht? Po kjo është pyetje me rëndësi për shkak se ne kemi edhe në aspekt sovranitetit kemi deficit për shkak se nuk na kanë njohur gjitha shtetet në nivel ndërkombëtar, po neve, unë dhe thash edhe ma parë, ne kemi problemin tjetër që jemi në një region përballë një shteti që paka shumë ka kriju aliancat fuqishme me Rusinë, me Kinën, edhe kjo paraqet kërcënim edhe për neve, do thotë kërcënim drejt për drejt. Në këtë aspekt, sigurisht se Kosova ka një rrezik potencial, ne pam edhe kur ishte atër vitin 2023 sulmin Banjska, që kishte për qëllim pikërisht me hyrje brenda Kosovës edhe ushtarakisht, do thotë përmes një force paramilitare, do thotë ka pas përpjekje që me destabilizu Kosovën, pikërisht të u thirrën këto lidhje që fuqisit me Rusinë, ne pa me atër ambasadori rus që vinte me i inspektu trupat e Serbisë në kufi që ishin grumullu 4 herë fill, do thot, në kufi me Kosovën, do thot, ekziston një rrezik potencial për Kosovën. Tash, nëse shiqojmë në këtë konstelacion ndërkombëtar, nuk e besoj se është u marrë dikush me neve, për shkak se lojnat që janë të u bën nivel global, mirë po impakti sigurisht se mundet me qenë shumë i rëndësishëm edhe për neve. Po, dhe po shihet se as Bashkimi Evropian nuk po na bën shumë presion, megjithëse kemi patur edhe zhvillime të brendshme, mungesë qeverie etj, por pra vëmendja është krejt dika tjetër. Dhe kur kështu Trump kacafytët me aleatët evropian, çfarë tereni, çfarë klime krijon kjo për Putinin në këtë moment, që ka një luftë ndezur aktualisht me Ukrainën? Dje ishte një deklarate e Lavrovit, ministrit punëve jashtme rus, që tha se ne përkrahim aneksionin e Grenlandës prej Amerikës për shkak se është çështje sigurisë nacionale. Kështu tha ka qenë edhe çështja e Krimes. Për këtë arsye tha ne kemi aneksu Krimen. Kjo ishte deklarata, do të thonë, dje për të gjatë. Rusia në këtë moment mbështet që ban të aneksoj Grenlandën. Kjo është ajo që Serbia për një kohë shumë gjatë është mundu me avancu si kutia Pandorës, atër kur ishte çështja e Kosovës, me përdorë si një argument që Kosova, pavarësia e saj, kështu me radhë, ka me kriju një, do të thotë, efekt global, precedente, kështu me radhë, edhe pse e dinim që në vetë njohjen e Kosovës, do thotë, ishte potencu fakti që Kosova ka qenë një rast sui generis, mirë po Putini e ka përdorë rregullisht, Vučići sistematikisht e përdorë, do thotë, në diskursin e tij, se si shtetet e EBE-s po e akuzojnë Rusinë për shkelje të suverenitetit të Ukrainës, kurse nuk e kanë bërë njëjtën gjë në raport me Kosovën. Do të thotë kemi një farë krahasimit kështu që nuk qëndron, po megjithatë po përdoret si argument, e kjo shëmbja e idesë suverenitetit shteteve është shumë e rrezikshme, do të thotë Dhe për ta thjeshtuar, pra Rusia në këtë moment e mbështet aneksimin e Grenlandës nga SBA-ja për ta legjitimuar veprimin e vet mbi Ukrainën. Jo, ajo e mbështet edhe për me kriju një situatë të re ku Amerika dhe Evropa nuk janë bashkë më. Do të thonë për me shkatru këtë boshtin, se megjithatë sulmi rus në Ukrainë atëherë agresioni që ishte në vitin 2022, pa të kriju një farë solidaritetit shumë të fuqishëm Amerikë-BE. Atëherë nuk ishte administrata Trumpit, ka qenë administrata paraprake, edhe një farë mënyrët krijoi një unitet shumë të fuqishëm për me përballu, do të thotë, sulmin, edhe me përkrahje shumë të madhe. Ne e dim se edhe Ukraino përkrahja nuk ka qenë ajo që ndoshta që është dashur me qenë, po megjithatë ka pas një përkrahje shumë të madhe. Me kohë kjo ka ndryshuar. Administrata e Trumpit vazhdon me furnizu me armë Ukrainën, po megjithatë ato armë i paguhen prej Bashkimit Evropian, prej shteteve të BE-s. Këta një farë mënyrët paguajnë për me dhënë armë. Po du me thonë që do thotë kjo ide
ky fundi I konfliktit që nuk po arrit me përfundu, pak a shumë ka filluar mas të madhe me sulmin e Rusisë kundër Ukrainës, por Rusia edhe Kina janë shumë të interesuar potencialisht me u zhbë NATO-ja. Fillimisht nëse zhbohet NATO-ja, se kishte ajo ideja që nëse Amerika potencialisht e sulmon e merr me ushtri Grenlandën, kjo do të ishte një sulm kundër aleancës, edhe kjo de facto do të nënkuptohet të fundin e aleancës veriatlantike. Ndoshta jo de jure, po de facto pak a shumë do të krijonte një situatë të re. Tani, kjo është interesi Rusisë. Me të ardhur në krye të Shtëpisë Bardhë për herën e dytë, Trump premtoi se do ta ndalte luftën në Ukrainë shumë shpejt. Madje dha afate kohore ai dha. Përcaktoi afate kohore, do ta ndalim tepër shpejt, por ne nuk po shohim një veprim konkret. A ka në sfond një pikë shpresë se lufta është afër përfundimit? Me këtë komunikim siç po ndodh aktualisht, me këto veprime siç po ndodhin aktualisht, me këto le të themi kacafytjet mes SBA-s dhe Evropës për shumë çështje, qoftë deri tek lufta e tarifave, që është një farë lufte ekonomike në vetvete, a shohim se mund të ketë përfundim të shpejtë të kësaj lufte? Po, ajo që kemi tash një vit, do me thonë që paridjet kur ishte një vit pas ardhjes Trumpin në pushtet, Rusia absolutisht nuk ka qenë interesuar me arrit marrëveshje. Nëse shiqojmë kërkesat që I ka pas, kanë qenë kërkesa maksimaliste, një farë mënyrë të panegocueshme, ka pas një farë tendencet, ka pas përpjekje për me I sjell do thot në tavolinën e negocimit me Ukrainën. Ukraina para zgjithash ka pas përkrahje prej shteteve të BE-s, shteteve evropiane ma shumë, që janë mundu pak a shumë me mbajt gjallë, si me thonë, idenë e Ukrainës. Mirë po, kjo vështirë me ditë se si ka me vazhdu marrëveshja, ka me pas marrëveshje përfundimtare që ka me dhënë fund luftës. Ata që e përkrahin Rusinë, këtu nuk është implikuar vetëm Rusia. Rusia është implikuar drejt për drejt kundër Ukrainës, po janë edhe shtetet aleate. Dje ishte një studim... Aleate të Rusisë? Të Rusisë. Dje tregonte një studim që dikun 60% armatimit që prodhon ushtria ruse, që kanë analizuar në Ukrainë, armët që I gjujnë rusët, do thot në Ukrainë, 60% tyne janë me pjesë, do me thonë, prej Kinës. Thëmë ka një përkrahje të drejt për drejt. Edhe kjo do thotë e ban këtë konflikt global edhe matë një farë mënyrët edhe ma problematik. Shkak se ideja fillestare e administratës së re amerikane ka qenë që potencialisht ne duhet me kthy Rusinë me neve kundër Kinës. Kjo ka qenë ajo ideja në këtë përpjekjen luftën e madhe ndërkombëtare që nëse ne I ofrojmë Rusisë të pijin e kuq atër që ishte në Alaskë, nëse e afrojmë Rusinë, ajo Rusia ka me u kthy, dhe me thonë, ka me pranu, me u ba me neve një farënyret në një luft potenciale në të ardhmen që mundet me një konfrontim, dhe me thonë, shumë dimensional, si me thonë, për shkak se konfrontimi tash nuk diskutohet vetëm çështja e konfrontimit ushtarak. Krejt këto manovra, krejt këto lëvizje, përpjekje, qofshin të ashpra, qofshin më të krejt bëhen për ta zvukluar ndikimin e Kinës, për ta kufizuar fuqizimin e Kinës, po Kina vazhdon të ecë përpara, si thua, pa qarë kokën, fuqizohet ekonomikisht, por nuk është se krijon fërkime të drejt për drejta ushtarakisht me shtetet. Ja, po thoni që në Ukrainë është vërtetuar se dërgon pra tërthorazi, ka ndikim në Ukrainë, por nuk përfshihet askund drejt për drejt. E bën kjo edhe më të rrezikshme dhe më të komplikuar këtë luftën për ta mbajtur Kinën. Ajo ka konfirmu aleancën me Rusinë, për shkak se Putini ka shku, do me thonë, rregullisht atje vizitat e ndërsjellta për krahët tregtia aktualisht. Mirë po, në këtë kontekst ndërkombëtar të luftës për fuqi, për dominim, do thot për nënshtrim të atyre shteteve të cilat nuk I marrin mrapa rregullat e fuqive të mëdha, sigurisht se